Një javë pas shpalljes së masës së arrestit në mungesë për Ergjys Agaçin, 38 vjeç, avokati i tij Maksim Axhia ka kërkuar në SPAK njohjen me akte hetimore. Dosja e prokurorit posaçëm, Vledar Maksuti, përfshin 8 të dyshuar, duke nisur nga biznesmen të njohurit deri tek zëvendësdrejtori i policisë Erjon Ismailaj. Ergjys Agaçi dyshohet për përfshirje direkte në rrëmbimin e Gerord Meces dhe manipulimin e tenderave në bashkëpunim me 2 funksionarë të Agjencisë Kombëtare të Shërbimit Publik, Mirlinda Karcanaj dhe Havad Elibashi. SPAK ka siguruar dëshminë e Gerond Meces, ku ai tregon momentet e rrëmbimit të bashkë me pamjet e kamerave të sigurisë dhe mesazhet që dërgoi për të paralajmëruar varësit e tij të tërhiqeshin nga pjesëmarrja në tendera. Hetimi i prokurorisë thekson se këto veprime dyshohet të jenë kryer në formë të koordinuar duke krijuar një skem të organizuar të presionit dhe intimidimit mbi pjesëmarrësit e tjerë. Avokati i tij Maksim Axhia ka kërkuar në SPAK njohjen me akte hetimore. Zoti Agaçi nuk është ndonjë person i cili është i punësuar në shtet apo ka një pozicion të rëndësishëm në shtet. Përkundrazi, ai është një person i cili ushtron një veprimtari biznesi me miq dhe me bashkëpunëtor, jo vetëm Ermalin, por edhe të tjerë, gjë që unë me sa di unë dhe me aq sa njoh unë dhe ju, se ju tashmë jeni bërë profesionista, nuk ka në kodin penal në vepër penale për të cilën duhet të akuzohesh për misit apo për bashkëpunimin apo iniciativën e lirë. Duhet bëjmë dije që zoti Agaçi nuk ka asnjë aplikim asnjëherë në biznes, në tendra të tilla të akshit, sepse në të gjithë veprimtarinë e tij ekonomike dhe financiare, ai nuk e ka në objektin e veprimtarisë që përputhet me veprimtarinë e akshit. Në këtë moment përkon shumë publikimi të gjithë materialeve të zotit Agaçit me lëvizjet politike që po ndodhin. Kërkesa e Axhias për njohjen me aktet hetimore synon të sigurojë të drejtën e mbrojtjes dhe qartësoj se çdo pretendim kundër Agaçit në prag të përfundimit të hetimeve dhe dëgjimit të dosjes në gjykatë. Hetimet e SPAK vijojnë për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë dhe për sqaruar rolin e secilit në këtë skem.